Nëse të godet smundja, mos shpreso që njerëzit kanë me të shërue, po lidhët të shëru si absolut. Ajo është e shafi, shëru si absolut. Edhe thuj, o Zot shëro, o Zot qka, pastram nga gabimet, nga gjënohet. Nëse të godet varfnia, mos ja trokit derën njerëzve se i mërzit, po trokit e derën e Allahut, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse do njërin për ju është e godet varfnia, e prek varfnia, dhe ju ankohet njerëzve, Allahu se ja largon varfnia. Nuk ja largon varfnia. Po nëse ja ankohet Allahut, e i thot, o Zot, në ke sprovu me varfni, e di që o kajrë për mu, po nuk po muj me duru shumë, po tut na pe humbi durimin, ngritën pak, ngritë Allahu ma shumë se sa që ti dënë. Sepse Allahu ka qef me lutë. Allahu ka qef me lutë. E kur e lutë, Allahu përgjigjet. Njeriu s'ka qef me lutë, as s'përgjigjet hiç. Edhe bashkë me i thonë njeriu, jam i varfën, s'kam me hangër, apo vjen që aty, pastra ma borën edhe kerën edhe shpinë edhe këto edhe këte kojshi që aty, 200 euro t'i la. Këshore, di pse? Se e ka po që është i varfën, a këna është e ka dhe diplomën e fakultetit. Këtu të nabile me i kalzu që i varfën, këtu të shkelin krejt ta pundhënësit, jo të gjithë, se ka për tyne për mashallah. Amo një pjesë, me ja u kalzu t'yne gjendin ekonomike, të shkelaj, të shkel, hiç nuk i ham palla, hiç nuk mërzitet. Kështu që mos janë koni njerëzve çfarë do shqetësimi, çfarë do halli, çfarë do brengje, çfarë do mërzije, që e keni vesh me Allahun fol direkt. Qysh me fol me Allahun, gjuhën shqipe? Pa ja ti shqipen ma mirë se te, Allah e ka kriju këtë gjuhë. Këtë gjuhë të Allah i ka kriju, këtë gjuhë të Allahu të bareke ve taala. Andaj vetëm me Zotin, se nga njerë Zotit ta qës proven, se nështë e ke që kokën lartë të speshe heq vetën ku i e. E ta qës proven për me të këthin rrugë Zotit.